Mirë se vini. Sot do flasim për një nga ato problemet që e njeh çdo menaxher, pa përjashtim. Ai momenti kur punojnë si më mirë, ai që mban gjithë peshën e ekipit, vjen dhe dorëzon dorëheqjen. E pyetja është gjithmonë e njëjta. Pse? Pse ndodh kjo? Përgjigja mund të jetë e fshehur në një strukturë, një piramidë që shpeshherë anashkalojmë. Po, kjo është pikërisht pyetja që shumë menaxherë ja bëjnë vetes natën. Investon kaq shumë kohë, energji, besim te dikush dhe pastaj thjesht e shet të largohet. Dhe gjëja më frustruese është se shpesh nuk është puna te paga. Të gjithë mendojnë se është paga, por jo gjithmonë. Atëherë, çfarë na ka shpëtuar pa parë? Ç'është ajo gjë që s'po e kuptojmë? E dini çfarë? Përgjigja nuk është ndonjë mister i madh. Në fakt, gjendet te një model psikologjik që të gjithë e kemi dëgjuar në shkollë, piramida e nevojave e Maslow't. Po, e di ç'po mendoni. Teoria akademike e mërzitshme, por harrojeni atë pjesë. Sot do ta shohim këtë piramidë si një manual praktik, një hartë për të ndërtuar një ekip që jo vetëm funksionon, por që qëndron bashkë. Dhe gjithçka, si çdo ndërtesë e fortë, nis nga themeli. Pra ja ku jemi, në bazën e piramidës. Këtu fillon gjithçka. Para se të fillojmë të flasim për fjalë të mëdha si pasion, motivim, qëllim, duhet të flasim për gjërat më bazike, absolutisht themelore. Flasim për një pagë që të lejon të jetosh dhe për pushim të mjafshëm që trupi të rikuperohet. Ky është themeli. Nëse themeli lëkundet, harroni pjesën tjetër të ndërtesës. Kjo pjesë është absolutisht e panegociueshme. Për ta kuptuar më mirë, le të marrim një shembull. Njihuni me Agimin. Agimi po punon turnin e dytë radhazi, një fundjavë të zgjatur. Dhe pa pritur, ai Agimi efikas dhe i shpejt që të gjithë njohin, nuk është më aty. Fillon të harroj porosit, i bien gjëra nga duart, madje u përgjigjet klientëve me nerva. Pyetja që duhet t'i bëjmë vetes është kjo: a është problemi tek Agimi apo tek sistemi që e ka çuar në këtë pikë raskapitje? Dhe pikërisht këtu gjendet çelësi i gjithçkaje. Zgjidhja e vërtet nuk është i bërtasësh Agimit, as pak. Zgjidhja është të hedhësh një sy te sistemi, të rishikosh oraret. A janë të balancuara turnet? A janë pushimet vërteta apo thjesht 5 minuta për të ngrënë diçka në këmbë? Dhe pyetja më e rëndësishme: a mjafton ajo pagë për të mbuluar shpenzimet bazë? Këto janë pyetjet e para, ato themeloret që duhen bërë. Ja, le ta bëjmë edhe më praktike. Kjo është si një listë kontrolli fare thjesht për çdo menaxher. Dhe kujdes, këto nuk janë luks, këto janë kushtet minimale, absolutisht minimale. Nëse qoftë edhe njëra prej këtyre pikave nuk plotësohet, atëherë themeli i piramidës është i lëkundur. Dhe e dim çfarë ndodh kur themeli lëkundet. Gjithë struktura rrezikon të bjerë. Mirë, themi se katin e parë e kemi në rregull. Paga është korrekte, pushimi garantohet. Tani ngjitemi një kat më lart. Kemi arritur te niveli i dytë, siguria. Dhe kur themi siguri, nuk e kemi fjalën vetëm për sigurinë fizike, si për shembull të mos rrëzohesh. Flasim për diçka më të thellë, sigurinë psikologjike, sigurinë profesionale, të ndjerit i qetë në vendin e punës. Le të marrim një shembull tjetër. Elira, një vajzë e re me kontratë 3 mujore. Plot dëshirë për të punuar, por çdo ditë dëgjon atë frazën e tmerrshme: mos harro, ka 10 të tjerë që presin për vendin tënd. Ky kërcënim i vazhdueshëm e mban në ankth, e paralizon. Ajo ka frikë të bëjë pyetje, pse mos duket budallaqe, ka frikë të raportojë një problem, pse mos e marrin parankesë. Dhe rezultati? Nuk e jep kurrë potencialin e saj të plot. Derisa një ditë, presioni bëhet aq i madh sa që thjesht largohet. Dallimi është si nata me ditën, apo jo? Në njërin anë, kemi një mjedis pune të ndërtuar mbi frikën, kërcënime para të gjithëve, ndërshkim për çdo gabim të vogël. Në anën tjetër, një mjedis i ndërtuar mbi besimin, ku kritika bëhet privatisht, me respekt, dhe ku gabimet shihen si shans për të mësuar diçka të re. Tani, po t'ishte Elira, cilin prej këtyre dy mjediseve do të zgjidhte për të qëndruar? Përgjigjja është fare e qartë. Okej, pra kemi themelin, kemi sigurinë, çfarë vjen më pas? Pasi një person ndihet i sigurt, fillon të kërkojë lidhje. Kemi arritur në katin e tretë. Përkatësia, nevoja për të qenë pjesë e një grupi, për të pasur njerëzit e tu edhe në punë. Në fundit, ne jemi qenie sociale. Kjo nuk zhduket sa po veshim uniformën e punës apo ulemi në zyrë. Le të njohim Bledarin, një kuzhinier 22 vjeçar, i talentuar, por i ardhur nga një qytet tjetër. Ekipi kuzhinës ku ai punon është si një familje e vogël. Ata kanë vite që punojnë bashkë, kanë shakat e tyre, kodet e tyre. Dhe Bledari është jashtë këtij rrethi, ndihet si i huaj. Dhe ky izolim fillon ta hajë nga brenda. Fillon të vonohet pak, bëhet më i heshtur. Nuk është se po bëhet punonjës problematik. Ai thjesht po ndjehet thellësisht i vetmuar në mes të një turme. Dhe ja ku vjen lajmi i mirë. Për të krijuar këtë ndjenjë përkatësie, nuk duhen buxhete marramendse apo festa të shtrenjta. Jo,
Duhen gjestet vogla, por të menduara mirë. Një prezantim zyrtar kur vjen dikush i ri. Ti caktosh një koleg që ta ndihmojë javët e para. Një takim i shkurtër 5 minutash para se të nisë turni. Apo thjesht të kujtosh të festosh një ditëlindje. Janë këto gjestet vogla që ndërtojnë ura të mëdha midis njerëzve. Mirë, po ngjitemi më lart. Kemi kaluar themelin, sigurinë, përkatësinë, tani jemi në katin e 4. Kur një punonjës ndihet pjesë e grupit, lind një nevojë tjetër. Nevoja për t'u ndjerë i vlerësuar brenda atij grupi. Kjo është nevoja për respekt, për njohje, për ditur se puna që bën ka vlerë dhe se dikush e sheh atë që bën. Ndihem e padukshme. Kjo është ndoshta një nga fjalitë më therrse që mund të dëgjojë një menaxher, sidomos nga një punonjës i mirë. Sepse kjo fjali nuk ka lidhje me pagën, as me turnet, ka lidhje me diçka shumë më thelbësore, shumë më njerëzore, nevojën tonë për t'u parë, për t'u njohur. Edhe historia e Angelës është një mësim, një paralajmërim i hidhur për të gjithë. Ajo ishte ajo që quajmë punonjësja ideale, e pavarur, profesioniste, i zgjidhte vetë hallët. Dhe këtu qëndron ironia e madhe. Menaxheri ishte kaq i zënë duke u marrë me ata që krijonin probleme, saqë harroi krejtësisht të vlerësonte atë që punonte pa bërë zhurmë në mënyrë perfekte. Mungesa e vlerësimit e bëri të ndiej e padukshme. Dhe njerëzit që ndihen të padukshëm nuk qëndrojnë gjatë në një vend. Po si tregon vlerësimi? Duhet të jetë specifik. Një bravo e thjesht nuk lë shumë gjurmë, por një më pëlqeu shumë mënyra se si e menaxhove atë klient vështirë dje. Kjo tregon diçka tjetër. Tregon se ke qenë vërtet i vëmendshëm. Mund të jetë një lëvdat publike, mund të jetë një bonus, mund të jetë diçka simbolike si punonjësi i muajit. Forma nuk ka aq rëndësi sa sinqeriteti dhe vazhdimësia. Dhe ja ku jemi, në majt të piramidës. Këtu bëhet ndarja e lojtarëve të mirë nga ata të shkëlqyerit. Për të mbajtur në ekip talentet e vërteta, ata të bëjnë diferencën. Nuk mjafton të ofrosh një punë të qëndrueshme dhe një pagë të mirë. Duhet të ofrosh një rrugtim, një të ardhme. Kjo është maja, vetë aktualizimi, nevoja për të rritur, për të mësuar gjëra të reja dhe për të arritur potencialin maksimal. Le të marrim Merionin, një kuzhinier super i talentuar, ka 5 vjet në të njëjtin vend. Por problemi është pikërisht ky. Ai bën të njëjtën gjë çdo ditë. E zotëron punën e tij sigurisht, por kur e zotëron diçka, pa pasur sfida të reja, ajo kthehet në mërzi. Kështu që ai i jep dorëheqjen, dhe kur menaxheri e pyet pse, ai thotë: "Nuk e shoh veten se ku po shkoj këtu." Kjo nuk është një ankesë, kjo është një kërkesë për një vizion për një të ardhme, dhe nëse nuk ja ofron ti atë vizion, dikush tjetër jashtë do ta bëjë me shumë qejf. Atëherë, si zhbllokohet ky potencial? Si mbahen njerëz si Erioni, duke investuar tek ata? Po, është investim në trajnime, investim në krijimin e një plani të qartë karriere, ku ata e dinë se cili është hapi tjetër, duke u dhënë përgjegjësi të reja, gjëra që i nxjerrin pak nga zona e rehatisë, duke u dhënë lirinë për të provuar ide të reja. Kështu e kthen një vend pune në një karrierë, dhe kështu i mban njerëzit më të mirë pranë vetes. Pra, nëse e shohim të gjithë pamjen, është e qartë. Çdo kat i kësaj piramide ndërtohet mbi tjetrin, nuk mund të hidhesh direkt te maja. Në fillim, duhet të ndalosh gjakderdhjen, si të thuash, të parandalosh pakënaqësinë duke plotësuar nevojat më bazike. Pastaj, kur e ke stabilizuar situatën, fillon të ndërtosh, të krijosh një mjedis ku njerëzit jo thjesht nuk largohen, por ku ata lulëzojnë dhe ndjen vërtet të motivuar. Dhe kjo na çon te pyetja e fundit, pyetja më e rëndësishme që del nga gjithë kjo analizë. Cilin kat të piramidës suaj në ekipin tuaj e keni lënë pas dore? Ndoshta merrni një moment dhe mendoni pak për këtë. Sepse punonjësi i radhës, ai i miri, që po mendon të largohet, mund të jetë duke pritur pikërisht në atë kat të harruar. Ju falemnderit.